Një performancë e parë këtij lloji në Shqipëri ka marrë jetë mbrëmjen e 19 majit në Teatrin Kombëtar me anë të shfaqjes Prag. Rreth 8 të burgosura të burgut të grave 325 janë gjitur në skenë në drejtimin artistik të regjizores Ema Andrea, duke si përmes artit vuajtjen dëshirat, shpresat, si dhe dramat e tyre pas ekurave dhe jo vetëm. Një çast kulmues i spektaklit ka qenë edhe dalja në skenë e Nazime Vishës e veshur si nuse. Historia e saj ka qenë një ndër më të diskutuarat në media, si dhe në opinionin publik për muaj me radhë. Ajo është dënuar me 10 vjet heqëlirie në akuzën e vrasjes. Nazime Visha vrau para 2 vitesh Fiqiri Muçon, ku vetë Nazimja ka pranuar krimin, por ka shpjeguar se ka kryer në kushtet ku 50 vjeçari i shkatërroi jetën, duke përdhunuar që në moshë të mitur. Po, kaluan edhe disa muaj. Erdhi 8 marsi. Duke shëtitur në për qytet, unë dalua dhe këfoti një lule dhe me tha, mami, gëzuar 8 marsin. Mes emocionesh, kjo shfaqje pazakon ka prekur dhe ka emocionuar pamasjo vetëm të pranishmit në sallën e Teatrit Kombëtar, por edhe vetë protagonistet e saj. Regjizoria Ema Andrea shprehet për punën me to në mikrofonin e një report. Një shfaqje e papar, një shfaqje me të vërtet që na ka lënë të gjithëve me gojë hapur e mrekullueshme. Si erdhi deri sot, deri këtu në Teatrin Kombëtar? Në erdhem ka ardhur vetë. Me sa duket ka pas të destinacion që ato gratë flisnin në këtë skenë. Nuk ka qenë qëllimi dhe siç e vutre, as të jenë heroina dhe as të jenë viktima, po thjesht njerëzore. Edhe kjo pastaj u përsoll me sa pa shumë mirë në sallë. Uroj, po siç vura re që kjo gjë të ketë shërbyer për ato edhe për një reflektim nga ana jonë si qenie sociale të gabueshme. Sa ke punuar me to? Nuk kam punuar si kohë, si zgjati ka qenë një muaj e pak. Natyrisht që shumë intensive, ishte një periudhë intensive dhe një periudhë më pak intensive, derisa u bë realitet kjo gjë, por kam pas mbështetje shumë të mirë nga drejtoria e përgjithshme e burgjeve, sinqerisht. Ku doja të ndalesh? Sa e lehtë ishte për ty që të futesh, le të themi, për ditë brenda këtij muaji për të patur mundësinë që të kishe kontakt me to, që të ndaje histori dhe të ndërtoje më pas të pjesën e skenarit dhe të gjithçka tjetër? Shpirtërisht nuk ishte e lehtë, dhe sot që flasim nuk është e lehtë. Siç e dëgjuat, atë çfarë ju pat sot unë kam dëgjuar çdo ditë. Unë jam pasuruar shumë shpirtërisht, kam pasur një tollovi shpirtërore midis vetes, midis artit, midis çdo gjëje, por teknikisht është bërë mundur brenda rregullave natyrisht, nga drejtoria të cilën kam pas partner shumë të rëndësishëm për këtë drejtoria e përgjithshme e burgjeve, kam pas partner shumë të rëndësishëm në këtë projekt. Pse Prag? Pse është shumë e thjeshtë në përgjigje. E di, po doja një shtjellim më regjizorial. Jo, kam dëshirë ta lë, sepse kam përshtypjen që ndonjëherë përgjigje, jo se përtoj ta kthej përgjigje. Normalisht. Por sepse është shumë e natyrshme përgjigja. Domethënë, mjafton të mendosh për Pragun edhe Pragun e ke pranë larg tutje gjithandej. Ishin ato komode? Shumë. Shumë komode, shumë zemërgjëra, me dëshirë për të jetuar. Doja të ndalesh tek dëshirat, tek shpresat që ato kishin. Si erdhën tek ty? Ato kanë dëshirë për të jetuar. Sensi i tyre lirisë, natyrisht që ka të bëjë tani më me gjestet vogla, siç e vutre, me një gërshet, me një gjeste të përditshme por të munguara, për të cilat ne nuk është e vlerësojmë dhe shumë. Dhe këto janë dhe ato gjëra që mua pastaj më kanë bërë të rireflektoj. Kam marrë një kënaqësi, se ndonjëherë dhe dramat janë kënaqësi, kur vetë kur zhbëhesh vetë, dhe kjo ndonjëherë është kënaqësi artistike njerëzore, rritesh, ose ndryshon, ose ta quajmë si dosh. Por ato kanë qenë dhe shumë punëtore, dhe besonin te kjo gjë. Që shumë të tilla karaktere nuk e kanë shumë lehtë besimin. Sa të emocionuara ishin që do ishin sot në një skenë teatri? Shumë, dhe ato kanë një gjë shumë tjetër shumë simpatike që nuk e shprehin. Emocionin, po ti e vëre gjithmonë në pjesën e qafës, edhe në syt. Po nuk e shprehin emocionin, nuk janë nga ato si që jemi në aktorë, shumë të emocionuar kanë qenë dhe shumë të përgjegjshme për atë që bën. Falenderoj shumë, të uroj shumë suksese, se të shoh shumë të emocionuar në ty sot, dhe normalisht që do jesh. Kam marrë dhurata, urime
përgëzime jam. Sot është dritë komplet ndryshe. Ato nuk njihen me emrat e tyre si aktore. Në vend të kësaj, regjizorja Andrea ka vendosur t'i mbiquajë ato sipas viteve të mbetura të burgimit që kanë për të kryer. Skenografia nga Claude Dedia ka qenë gjithashtu një element surprizi shfaqjes. Shfaqja Prag ka mbyllur si pari me zotro kitje që lotësh nga të pranishmit. Ndoshta do t'i kisha harruar, ndoshta ato nuk do t'jetonin më, por ata ishin të gjithë. Ishin të gjithë ashtu siç i kisha lënë, me atë dashurinë e madhe, edhe pse unë ndoshta e kisha humbur. Se ndoshta nuk do t'i takoja më, ndoshta do të më kishin braktisur, por ata më pritën ashtu si që unë isha. Po kjo rruga e prishur, po këto male që janë të rënuar, ndoshta kështu kanë qenë dhe si majmën. Po jo, ato kështu janë. Po këtë pemën sa të vogël që e kam lënë, sa që n'ka rritur, shumë e bukur. Gjithë malli dhe gjithë ajo që unë kërkoja, e gjeta përsëri. Ndërkohë secila nga ato përmban një histori njerëzore të veçantë të ndryshme nga njëra tjetra. Ajo që ka i bashkuar të burgosurat aktorë në skenën e teatrit kombëtar nuk ishin vetëm hekurat apo shfaqja, por edhe mesazhet e njëjta që u përpoqen të përçonin përmes historive të tyre të ndryshme. 27 vjeçaria e më është e divorcuar prej 4 vjetësh dhe ka një vajzë 6 vjeçare. Ajo është dënuar se u merrte para dhe sende me blerë kalimtarëve dhe drejtuesve të automjeteve në kërcenimin e një pistolete lodër, por në sytë e saj lexoi vetëm malli për vogëlushën e saj, të cilën ajo priste ta takonte dhe ta përqafonte. LD është në burg pasi vrau bashkëshortin me të cilin kishte patur 5 fëmijë. Me gjithë përpjekjet e saj, nuk mundi të duronte më dhunën sistematike të bashkëshortit dhe në një çast presionit të lartë, ajo kreu këtë vrasje. Prej vitesh ajo është pas hekurave dhe në pak muaj do të jetë e lirë të bashkojë pjesën e mbetur të familjes së saj, 5 fëmijët pa të cilët nuk jeton dot. Unë ju jap një zgjidhje, duke ju ftuar dhe mirë se ardhën tuaj në burgjet tanë. Ku aty do të hani pa lek, do të blini pa lek, madje dhe rojen do ta keni pa lek. Histori të ndryshme, histori të trishta, por që në vetvete tregojnë shumë për realitetin e vështirë shqiptar, ku këto gratë rrëmbyer nga çastet e dëshpërimit kanë kryer krime për të cilat janë penduar, e të cilat duan t'i harrojnë duke dashur të vijojnë të lira pjesën e mbetur të jetës së tyre.